Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot Komitetin e Emergjencave Civile dhe ka gjetur fajtorët e përmbytjeve në vend që sipas tij janë ndryshimet klimatike në mbar globin dhe hedhja e plerave në rrugë. Mbledhjen me ministrat si një show televiziv, kryeministri bëri edhe bilance duke thënë se të gjithë hidrovorët kanë qenë në punë dhe se para nisjes së sezonit merreshje është siguruar gatishmëria e kanaleve kryesore të kullimit hidrovorëve dhe kanaleve të ujërave të larta, por në fakt pamjet nga terreni tregojnë të kundërtën. Ndryshimet klimatike nuk do të thotë vetëm verat më të nxehta, por stinë më të çrregullta, më shumë thatësira, më shumë zjarre, më shumë vorbulla atmosferike, më shumë përmbytje. Është tashmë kuadrati i klimës ku jetojmë, por patjetër që kur vazhdojmë të hedhim plerat rrugëve dhe presim pyjet, pasojat rëndohen edhe më shumë, tha Rama. Ky fundi theksoi se deri tani janë konstatuar 1587 banesa me prani uji, ndërsa janë evakuuar 381 persona. Prani uji në mbi 13.000 hektar tokë bujqësore janë përmbytur edhe qendra shëndetësore e shkolla, shtoi ai. Kryeministri tha se rreshjet që kanë rënë deri tani janë më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Një fenomen ky si rezultati i ndryshimit të klimës, po bëhet gjithnjë më pak i papritur në mbar botën. Ai hodhi poshtë akuzat se hidrovorët në të gjithë vendin nuk kanë funksionuar, ndërsa tha se shkarkimet në hidrocentrale kanë qenë të kontrolluara. Është shmangur përmbytja masive e zonës së Shkodrës si në kohrat kur qeverisnin alatët e shiut, të shpreh. Rama u përgjigj kritikave të opozitës lidhur me menaxhimin e situatës, duke thënë se nuk ndalet shiu me shpifje e protesta. Nuk është thjesht moti i keq, shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët. Lumenjt nuk kthehen në shtrat me protesta. Ret nuk shpërndahen me slogane që të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Në një situatë si kjo nuk kërkohen fajtor imagjinar, por zgjidhje reale, solidaritet dhe bashkim forcash. Këto reagime ushqejnë ndarje, jo siguri. Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma shpifje, por solidaritet. Kjo është gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë. Ka prekur një hartë të tërë, nga Italia në Greqi, Malizi në Kosovë, nga Maqedonia e Veriut deri në Turqi. I njëjti shije, i njëjta dëbor kanë krijuar të njëjtën situatë, u shpreh Rama. Kryeministri nënvizoi se ndryshimi klimatik po rëndon pasojat, siç u duk në Shkozet për shkak të mbeturinave të hedhura në rrugë. Rama deklaroi gjithashtu se qeveria do të qëndrojë pranë të gjithë të dëmtuarve nga përmbytjet, duke garantuar mbështetje si për banesat ashtu edhe për gjën e gjallë. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do t'i qëndrojmë çdo detyrimin ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Ndërkohë dua të theksoj se puna intensive dhe mobilizimi i pandalur në 24 orë, kudo ishte nevoja e strukturave të shtetit dhe e bashkive, do të vazhdojë pa ndërprerje deri në kapërcimin e kësaj situate meteorologjike. Ai u bëri thirrje edhe deputetëve të pranishëm në mbledhje përmes Zoomit që të angazhohen. Dua t'u them të gjithë deputetëve të pranishëm në këtë mbledhje, të jenë të angazhuar edhe sot edhe nesër, edhe pasi momenti i vështirë të jetë kapërcyer, të jenë pranë njerëzve, me njerëzit dhe për njerëzit, u shpreh Rama.